Qysh e shpjegon faktin që një mëri personash janë helmu pasi kanë konsumu ushqim në saç? Do të përkujdesemi me çdo pacient që del që është prek prej neve, deri çka do që kërkohet prej nesh. Një grua e cila tha krejt familja kemi konsumu dhe krejt familja kemi përfundu në spital. Hera e parë është që po përballemi në këto 17 vite e gjys me një gjykim publik pa asnjë fakt. Nuk e di çka kishte. Është pacientat që janë shtrime që kanë hongër saç. Po dokumentacionet deri sot nuk po thonë ç'është. Do të thotë që kjo është që shkon në pika. Raportohet për 70 persona të helmum për shkak të gjetjes së salmonelës ose pretendimeve për kontaminim me salmonel në produktet e saç picës. Çka ka ndodhur? Unë jam të e prit tash të pronarin e saç picës edhe m'ja u bë ato pyetje që na interesojnë këtëve. A kanë me marrë përgjegjësi nëse eventualisht avuki del me rezultate pozitive të mostrave të marra në produktet e saç picës, cili ka me qenë reagimi i tyre, a ndjejnë, si me thonë, farkeqardhje, solidaritet, a pranojnë gabimin, a pranojnë që ka pas mundësi për ne ilshim prej tyne, për me ardhë deri te ky kontaminim, qëta është jena të e prit pronarin e saç picës m'ja bo krejt pytjet, për ndryshe, derisa të vazhdojmë mos harroni që to operimet e mi janë teren, i mundsojnë sponsorat e mi, Delta Group, rjeti i pompave me 21 pika në këtë Kosovën, edhe posta Easy, posta ma kredibile në Kosovë. Super customer service edhe super shpejtësi ndërgesa. Sa, mund është me në kallëzu çfarë ka ndodhur sipas jush? Faleminderit Borem, si pikë e parë, po flas si shpend, si bashkëthemelues si saç picës bashkë me vetëritën para 17 vite e gjys. Shprej keqardhje për çdo person që është di keq këtë ditë, sepse është një situatë e rëndë që është për ju. Dhe padyshim që kjo na ka prek edhe neve shumë. Unë sot do të flas si shpend, si bashkëshort, si babi 3 shikave, si vëlla, si djali dikojna, sepse bashkë ndjej me secilin që ka kaluar shqetësime shëndetësore këtë ditë. Këtë ditë janë shfaq disa probleme, disa helmime, të cilat kanë aludu që kanë ardhur prej saç picës. Ne gjatë gjithë kësaj kohe, prej ditës, prej minutit parë, në fakt, kemi qenë të hapur dhe kemi bashkëpunuar me të gjitha institucionet, kemi hapur çdo dokumentacion, çdo mostër, çdo gjë që na është kërku, dhe kemi vendosur me zgjedh me hesht me gjithë se jemi gjykuar për atë punë, përderisa dalin faktet në mënyrë me pas se çka më fol. Sot jemi në një situatë kur analizat e marra nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik IPSHPP kanë dalë në të cilat rezulton që nuk është gjetë ndonjë bakterie patogjene. E vërtet, mirë po gjithmonë lihet mundësia sipas IKSHPK-s që kanë mujt ma herët me ndodh helmimet, para se me i marrë mostrat ata. Sot nuk jam para juve me u shfaqsu ose me hjek fajt, po jam për me tregu që prej ditës të parë kemi bashkëpunu dhe kemi me vazhdu me bashkëpunu deri në momentin e fundit deri sa të gjendet fajtori. Po flas çka kemi para vete deri sot, sepse nuk jemi këtu me thonë që nuk ka ndodhur te na ose ka ndodhur dikun tjetër. Rasti duhet të hetu deri në fund, nuk jemi për me pengu hetimet. Qysh e shpjegon faktin që një mëri personash janë helmu pasi kanë konsumu ushqim në saç, domethënë? Kjo është një diçka që është nxjerr si informatë e tillë dhe unë nuk mund ta mohoj as nuk mund ta pohoj këtë fakt. Por çka mund të them është që shumë persona që kanë shkuar në klinikë për të kërkuar ndihmë, në momentin që kanë hyrë në klinikë, i është drejtuar me punonjësit shëndetësor mos ke konsumuar ushqim saç. Ka dhe persona që është shkruar në raport helmim në saç. Nuk e di cili person mundet me konstatuar një diçka të tillë. A supozon në një orkestrim të insinuim të situatës në dëm të saçit? Nuk jam sot pak rëndësi ka ajo. Mediat kanë shkruar çka kanë shkruar, është nxjerr çka është nxjerr dhe secili ka tentuar me bë punën e vet. Atë nuk është momenti na sot me fol për kënd si çështë ka është. Momenti është personat që janë të hospitalizuar, me u shëru plotësisht, me shku në shtëpi, me gjetë fajtori kushdo që është dhe me marrë përgjegjësi. Nëse hetimet përfundimtare rezultojnë edhe hasin edhe detektojnë që ka pas salmonel në produkte, në fjalë të saçit, a jeni i gatshëm me marrë përgjegjësi? Pa diskutim.
Jo, unë, për çdo Çfarë lloj njeri, përgjithësia? çfarë do që të kërkon ligji. Dhe dëgjom, përgjithësisë nuk kemi ikë asnjë moment. Mos dalja në publik, nuk është ikje përgjithësisë. Nuk kemi pas çka me dalë me fol në publik, derisa s'kemi pas asnjë të dhënë. Krejt gjëja ka ndodhur me gojëllëna. Dhe na jemi kompani serioze, jemi 17 vite gjysmë në treg. Nuk është e rrugës ne me dalë me gojëllëna me fol kush çka po mendon. Mirë po, a jeni të bindur jo 100% që nuk ka pas përbërës tillë në ushqimet e juja? Për shkak se njerëzit s'fund me e pat edhe të shtatë që një grua e cila tha krejt familja kemi konsumu dhe krejt familja kemi përfundu në spital. Ne çka mundem me siguru gjithë qytetarët është që kemi ndërmarrë çdo mas me rishiku çdo proces të prodhimit, distribuimit dhe shitjes të produkteve në fjalë. Dhe nëse flasim për ditën kur mendohet që ka ndodhur helmimi, ne kemi shit mira sendviça të dokumentuara me dokumente dhe nëse kish pas një rrjedhje ose lëshim prej anës tonë, ajo normal që kish me rezultu me probleme shumë të mëdha. Nuk e minimizoj problemet që kanë ndodhur në asnjë formë. Nuk mujmë me thonë sot 1 vjet, as sot 10 vjet që jemi të pagabushëm, sepse pagabushëm është vetë Zoti, njerëzit mund gabojnë. A keni shpreh ndonjë lloj solidariteti me pacientat, me të helmuarit? A keni pas ndonjë kontakt me ta dhe në gjatë këtyre ditëve kemi pas shumë kontakte prej shumë njerëzve, të cilët ka që mund të ketë qenë pacienta, ka prej atyre që kanë pretenduar që kanë qenë pacienta, ka prej atyre që fatkeqësisht kanë përfituar prej situatave dhe kanë deshur me përfitu prej kësaj fatkeqësie. Ne pa diskutim që bashkë ndjejmë dhe do të përkujdesemi me çdo pacient që del që është prek prej neve, deri çka do që kërkohet prej nesh. Nuk i kemi ikë përgjithësisë për 17 vite gjysmë punë në asnjë pikë, në asnjë rrethon. në cilin prej produkteve janë dyshimet se është salmonella? Dyshohet e sosi i bardhë që ne e prodhojmë që është një sos që përdorim në sendviçe. Në sendviçe, okej. A është aktualisht produktin fjalë shitja? Jo. Produktin fjalë është stopu shitja e tij prej momentit që është paraqit rasti i parë dhe nuk do të çohet në shitje derisa të verifikohet se gjithçka është në rregull. Çto produkte që i bëni, a janë vet, a i importoni, a i bleni, a çish funksionon? Ne shumicën e produkteve i prodhojmë vet. Edhe përbërësit, do me thonë? Jo, përbërësit shumicën i importojmë ose i blejmë tregun lokal, për produktin final e blejmë vet. Për çka jemi të hapur, nëse shihni me interes më një marrë me pa dhe prodhimin, më në me shku qitash nëse doni me pa, pa problem jemi të hapur. Kisha pas qef me shku me vizitu, do me thonë me pa dhe ambientet e punës. Nuk ka, hiç kur fa problem jemi të hapur. Çka ndodh në ato? A është fabrika, është... Aty kemi qendrën e prodhimit, qendër e prodhimit që punon me të gjitha standardet e kërkuara. Kjo është qendra e prodhimit? Kjo është objekti jonë qendror, është qendra e prodhimit, qendra e trajnimit, depo edhe administrata e kompanisë. Këtu përgatitet gjithçka, për këtu liferohet gjithçka në pika, këtu mojnë trajnimet të punëtorë dhe këtu përfundohet çdo procedurë administrative e kompanisë. Okej. Atëherë burem po him në qendrën e prodhimit. Se këtu po shkruani jo kamera, jo telefona, jo vetë. Është punë e ndihshme mbrana që ndodh. Normalisht që ka procedura. Kjo është për shkak të higjienës, pa diskutim, po dhe ka procedura dhe sekrete tjera tregtare. Mona po hina tash me kamerë. Tash jemi në pozitë që do të mi me kamerë, se na është kërkuar me hi me kamerë, për ndryshe këtu nuk hihet me telefon as nuk xhirohet. Okej. Kjo është një pjesë ku na prodhojmë. Këtu është dhoma e pastrimit. Këtu është dhoma ku bëhen paketimet, dozimet e tjera. Do të thotë gjithë qendra e prodhimit është e punuar sipas standardeve dhe i plotson HACCP dhe ISO 22000. Këtu është hapësira ku trajtohen vezët konform rregullorës së fuqi, do të thotë nuk kem veza në prodhim, për të evituar çfarë do lloj avarie të mundshme. Kjo këtu është mixing room. Çka ndodh në mixing room është bëhet kërkesa për secili departament çka ka me prodhu ditën vijuse. Dhe në bazë të kërkesës të departamentit bëhet përgatitja e ingrediencëve ose përbërësve për çat prodhim. Përshëndetje, si jeni? Këtu është departamenti ku bëhet prodhimi i mishrave, mundë me him rana. Kjo është një prej maqinave që bën përpunimin dhe prodhimin e produktit final. Prej kësaj hyn në shock freezer që është temperatura -60, -80 gradë dhe prej shock freezer del në dhomën tjetër ku bëhet paketimi. Do të eliminohet çdo lloj problemi. E produktin fjalë, a ka qenë, si më thonë, në laboratorin
Pa diskutim. A ka kalu qatë filtrin e fundit Pa në laborator për me u hedhë drejt? Pa diskutim. Sa kohë para e keni bo, si me dhonë prej momentit kur ka do lajme, kur e lajmëru rasti i parë? Qaj lot që pretendohet që ka shku në pika a dita i ka shenë me analiza. Do me thonë kemi analizën zyrtare që i ka kalu të gjitha atestet për qenë i rregull 3. Atëherë këtu jemi në ambientet ku përgatitet salca për cilën po flasim. Okej. Procesi si përgatitet salca është në këtë makinën këtu, bëhet zirja e salcës. Okej. Dhe pastaj paketimi shkon në mënyrë ku dora e njeriut nuk e prek fare. Kjo makina këtu është që cila vendos në bagging box quhet, ku t'i jap për çka do t'ja prezantoj edhe produktin final. Do të thotë kur të bëhet zirja, shkon përmes makinës në teknologjinë e fundit për të ruajtur cilësinë. Përndryshe në asnjë produkt toni nuk ka shtesa, ngjyrus ose materiale që përdoren me leje në industrinë ushqimore për të zgjatur hafatin. E çka kish mujt me shku keq qëto, në qëtë proces? A keni një pikë ku dyshoni që qaty mund të me konë diçka që ka shku keq? Do me thonë, a keni një dyshim privat jo si kompani, çka potencialisht ka mujt me ndohë? Deri tash, me gjithë gjurmimin që kemi bo, nuk kemi gjetë, nuk kemi has në një lëshim që mund të me ndohë. Dhe na jemi të hapur me gjetë çka e ka shkaktu qatë problem. Nëse ka ndodhë të na kemi shit miliona produkte në këto 17 vite e gjysë. Do të thotë nuk është jemi një kompani e themelu me dje. Dhe rrjedhimisht të gjitha skenaret e mundshme kemi shërtuar dhe nuk kemi has në një problematik. A mund njësan e kanë të përbashkët këta pacient që krejt kanë hongër saq para se me ndodhë, do me thonë? Këtu ka një diçka që do të me diskutu. Sepse numrat që na lodun media 70, me asë sa hun po one. Po tash, une në zyrët, nëse keni kohë, unë në anë zyrët tonë, mi pa dokumentet zyrtare sa njerëz, deri me datën 14, dokument zyrtar i ministrisë, deri me datën 14 sa njerëz kanë rezultu me bakterien salmonella. Nuk është ai numër. Nuk e di sa njerëz kanë shku me kërku ndihmë, nuk e di nëse kanë pasë problematika tjera, sepse nuk është në domenin tem. As nuk më takon, nuk është janë zyrtar që flasin për atë. A pranoni autoritetin, avokin, nëse del me rezultate pozitive, se ka pas salmonellë, a pranoni gabimin? Pa diskutim. Po unë nuk e di, sepse hera e parë është që po përballemi në këto 17 vite e gjysmë me një gjykim publik pa asnjë fakt. Nuk e di çka kish. Fakto është pacientat që janë të shtrime që kanë hongër saq. Po dokumentacionet deri sot nuk po thonë ç'është. Dhe nuk e di si kish me qenë rasti, se unë po deklaroj publikisht që marr përgjegjësi si kompani nëse dalë që ka ndodhur prej nesh. Po nuk e di çka ndodh nëse del që nuk ka ndodhur prej nesh. Do me thonë aktualisht ju nuk guxoni me shit ato. Na kemi ndaluar, po është ndaluar shitja derisa të gjendet çka ka shkaktuar probleme. Produkte jo konform shkruan në mbajtje. Çka do me thonë kjo? Këto janë vezët që janë të bllokuara me kërkesë të autoriteteve sepse janë marrë me bë analizat. Do të thotë që kjo është që shkon në pika. Dhe tash po e hapim me pak a shumë, është i mbyllur hermetikisht në kesa aseptike, që kjo është produkti. Do të thotë sa i përket anës teknike dhe higjienike, i plotëson të gjitha kushtet e standardet. Është transportuar në frigo, shkon kështu në përpika, domethënë që kjo është produkti për cilin po flasim. Por derisa na po flasim nuk ka rezultat që thotë që ka pas bakterie patogjene në produkt që është marrë te na. Sa janë sigurta produktet e Saqit për konsumim aktualisht në treg? Produktet e Saqit janë 100% sigurta. Kemi marrë edhe masa shtesë prej rastit, jo që kemi hezituar ose nuk kemi marrë masa gjatë gjithë kohës, po kemi rishikuar çdo proces, çdo protokoll. Kemi ndërmarrë çdo masë që është e nevojshme në pikë dhe pikat vazhdojnë të operu rrjedhshëm pa asnjë problem, të gjitha produktet janë të sigurta edhe nuk ka asnjë lloj problemi. Edhe ky problem, i cili ka dalë ditëve të fundit, unë besoj që mbrana 2 ditësh, maksimum 3 ditësh do ta ketë një epilog dhe do ta dimë të gjithë ka dhe çka ka ndodhur. Cili është mesazhi jot për njerëzit? Domethënë, ata që na kthyren, për klientat e Saqit,
ata që nuk janë klientat soqit, po që potencialisht kanë mujt me qenë klientat soqit, çka ju kisha thonë? Atëherë, unë qysh e thash edhe në fillim të intervistës, së pari dhe më rëndësishme, ne dëshiroj shërim të shpejtë të gjithë atyre që kanë pas shqetësime shëndetësore këtë ditë dhe tash Zotit i kalojnë sa më lehtë e sa më shpejt, ndërsa të gjithë ata klientë që janë të shumtë në numër, që na kanë përkrah dhe na kanë qëndruar pranë dhe na kanë besuar për këto 17 vite e gjys, i siguroj dhe i risiguroj që as nuk ka pas dhe as nuk do të ketë asnjë lloj problemi për sa i përket përvojave dhe ushqimeve të tyre në saq. Kemi bërë dhe po bëjmë të pamundërën që me shërby të gjithë me korrektësi, me produkte kualitative, i kemi rrit fëmijët tanë me këto produkte, njëjtë i kemi trajtuar edhe të tjerët. Fëmijët e bashkëpunëtorëve dhe punëtorëve tanë ushqen aty, fëmijët tanë ushqen aty, dhe nuk është interes, jo veç i saqit, por nuk besoj që ka kompani në botë që ka interes me shërby diçka që nuk është në rregull.